Gianni De Mika, menaxheri VIP-ave të njohur, në një intervistë ka folur për projektin shumë të veçantë që Jozi do sjellë së shpejtu për publikun. Tregon se ç'po përgatit Jozi. Jozi Marku, ish banori Big Brother VIP, i cili bëri një bujë të madhe pas incidentit me Gjestin në gjysmën finale, duket se ka bërë që të jetë në qendër të vëmendjes. Kjo pasi akoma ai nuk ka dalë as në intervistën e parë për të folur më shumë për incidentin me Gjestin, e duket se të gjithë po kërkojnë nga ai si ndonjë replik, po ashtu edhe ndonjë këngë të re, e duket sa për këtë na ka hedhur dritë Gianni De Mika, miku i Jozit, i cili edhe në rifutjen e tij të parë pasi ka ngelur hatri me Jozin pasi ka një miqësi të mirë dhe nuk i tregoi për rifutjen në Big Brother VIP. Aq më tepër asaj kohe Gianni tregonte se kishin mbyllur edhe disa kontrata për të bërë disa koncerte në Shqipëri. Megjithatë, pas daljes, Gianni ka treguar se ka qenë sërish në studion e Jozit e ka folur me të pas incidentit të madh. Ai tregoi më shumë edhe për një projektet për të veçantë që pritet të sjellë Jozi, teksa tha: "Kam biseduar me Jozin, isha dje në studion e tij dhe ai po punon fort. Është një djalë me këmbë në tokë dhe me një zë të mrekullueshëm. Po përgatit një projekt shumë të bukur, të veçantë. Është një projekt ndryshe nga ata që kemi dëgjuar rreth rrotull. Mezi pres që ai ta ndaj me publikun pasi unë e dëgjova dhe e kam pëlqyer shumë. Edhe Jozit i ka munguar shumë vëmendja e publikut dhe shpresoj që bashkë, siç folëm, të kemi edhe bashkëpunimin e parë për ta parë ato performancat që ja duan zërin", ka përfunduar Gianni ndër të tjera. Ai u shpreh nga ana tjetër se kjo nuk ka të bëjë as pak me incidentin me Gjestin, pasi edhe me Gjestin ka pasur një bashkëpunim tepër të mirë dhe të kënaqshëm në koncertin e parë që i organizoi që nga dalja nga Big Brother VIP, ku të dy palët sipas Giannit ishin të kënaqura.